Sajgjita Akram 50 vjeç dhe i biri Navida Akram 24 vjeç janë ata që ndërmorën sulmin e një dite më parë në plazhin Bondit të Sydneyt, duke u marrë jetën 15 personave, mes të cilëve një vajzë 10 vjeçare, një rabin i lindur në Britani, një oficer policie në pension dhe një i mbijetuar i Holokaustit, si dhe duke plagosur 10 persona të tjerë që ishin mbledhur në atë plazh për të festuar natën e parë të festës hebreje të Hanukas. Sipas autoriteteve australiane, babe bir dyshohet se kanë përdorur armë që i zotëronin në mënyrë të ligjshme për të kryer masakrën. Sajgjita Akram, i cili u qelluar për vdekje nga policia në vendngjarje, kishte mbërritur fillimisht në Australi në 1998 me vizë studentore. Zotëronte licencë për përdorimin e armëve për gjueti dhe ishte antar i një klubi qitjeje. I biri Navid, që u plagos dhe u arrestua, ishte i njohur për autoritetet pasi në 2019 u vu në shenjestrën e një hetimi kundër terrorizmit për lidhje të dyshuar me një celul të grupit terrorist të Shtetit Islamik, por pas 6 muajsh mbikëqyrje u dol në përfundimin se nuk ishte ndonjë indicie që mund të tregonte se ai përbënte kërcënim. Policia beson se detajet e sulmit i kishin përgatitur në një banesë që kishin marrë me qira pranë plazhit Bondi, e cila tashmë është bërë një nga pikat ku është përqendruar hetimi. Besohet se ishin zotuar për besnikëri Shtetit Islamik, ndërsa në automjeti u gjetën dhe flamuj të grupit terrorist. Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese, u shpreh se megjithse dy agresorët qartazi ishin motivuar nga ideologji ekstremiste, besohet se nuk kanë qenë pjesë e ndonjë celule më të gjerë terroriste dhe ka gjas që të mos ketë persona të tjerë të përfshirë në kryerjen e masakrës. Albanese gjithashtu hodhi poshtë sugjerimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se sulmi kishte lidhje me njohjen e Shtetit të Palestinës, që sipas udhëheqësit izraelit i hodhi benzinë zjarrit antisemitik. Pjesa më e madhe e botës pranon se një zgjidhje me dy shtete është mënyra për paqe në lindjen e mesme, theksoi Albanese.